I kena, po nuk është se futemi shumë në privatësi. Po. Nuk është, të pak të nëne nuk kam qef me insistu se nëse Elisa është e lirë me da diçka me mu, unë jam e hapën. Për ndryshë nuk jam tip që jam kurioze mi hy tjetërit në privatësi. Po. Mendoj që gjithmonë edhe qoftë Ryva, qoftë unë kena ditë mja respektu njëna tjetrës privatësin, mendoj që privatësin nerva, kjo është një fakt shumë me rëndësi, ndoshta që shpesh herë e shohim që te i kalohet në familje, që mendohet që vetëm pse ke dikën familjar, ka akses ose ka të drejtën për akses shumë në informata tek jeta jote sesa në të vërtetë që mundet me qenë, po mendoj që edhe në këtë pjesë kemi qenë shumë okej, veç fakti që gjithmonë jam di shumë e lirë me diskutu çka do me Ryvën, nuk ka pas ndoshta nevojë Ryva shumë me insistu ose me pyet për këtë pjesë. Ke qenë veç për çka do që ke pas ose problem ose këshilla me kërku diçka prej saj, je drejtu të ajo. Gjithmonë. Po këtë pjesën e kohës në përgjithësi se tregove që mundesh me i pas disa projekte të njëjtën kohë, ta besojnë që ndoshta merr kohë me të vërtet për me realizu, me bo ndësha një grem para se me gjiru diçka pjesa editimit, sa të merr kohë? Është e vështirë me realizu çfarë do lloj videove, vetëm për faktin që tash çdo gjë post-analizohet. A është krimi në rregull, a janë flokët në rregull, a janë informata e sakta, prapavia, gjithçka post-analizohet. Edhe kuptohet kur je krijuese e materialeve ndryshme për rrjetet sociale, gjithmonë është një diçka që e ke mbrapa në mendje. Nuk mendoj që persona që nuk janë në këtë fush mund ta kuptojnë aq sa persona që e bëjnë vetë, qoftë si profesion, qoftë si hobi, ose thjesht janë figura që e ndajnë jetën e tyre në platformat online. Nuk munden me kuptu përderisa nuk e bojnë vetë, edhe shpesh herë ndoshta një video që merr 2 orë, 3 orë, mos flasim për Tryvës që ndoshta gjithë ditën xhiron diçka që gatuan, po shkurtohet në një video 1 minutë. Edhe automatikisht ta krijon atë idenë që qenë ka shumë e thjeshtë. Për 1 minutë u kry e gjithë procedura, po mu xhiru kande të ndryshme, mu siguruj që gjithçka është në rregull, çdo prapavi po do këtë mirë, gjithçka është e pastërt, nuk është e lehtë. Qoftë edhe pozicionet, unë kanë probleme edhe me pozicionet. Po du me ndo një histori interesant që as Ryva realisht nuk e din. Bashim kurështare. Dëgjojmë këtu për herë të parë. Ryva në rrjetet e saj sociale, përveç që ndon gjithçka prej për jetën e saj profesionale, muzikën, aktrimin, gjithçka tjetër, e ka një pasion të madh për gatim edhe tash e kemi pa të gjithë. Ne familjarët veç se kemi ditë që ka këtë pasion se gjithmonë menzi kemi prit me qenë pjesë atyre ahengjeve familjare ku Ryva ka gatu diçka. Edhe gjithmonë e kum shty që me postu sa ma shumë, që me pa dhe publiku se me të vërtet është një talent, një diçka që nuk e zotron gjithkush. Edhe unë në platformat e mia sociale kryesisht ndaj materiale që kanë të bëjnë me beauty, me fashion, aty është fokusi im, po kuptohet her pas here postoj edhe gjëra tjera që thjesht me pas një llojshmëri në kontentin tim. Edhe tash ishte Bajram, dësha me përgadit një ëmbëlsirë, edhe kishim e qitë një ëmbëlsirë diçka për Bajram, edhe thash hej pse s'pe gjyroj edhe une që pjesën ëmbëlsirë, si tezja, Ryva pi bën shumë mirë, ta postoj se është diçka relevante edhe shumica e postimeve ato ditë kanë qenë qoftë receta gatimi, qoftë çka kanë vesh për Bajram. Am beson që e lash në gjysmë video, se dhe thash Nuk moj, a? Nuk moj. U dorzova. Edhe i thash mamit, thash nuk asun e vetë si pas nga besu Ryvës, sa e vështirë është me gjiru një video të gatu diçka. Thash, ndoshta jo mësu me atë fushën e grimit, i ka tjera peripeci, po me gatim krejt tjetër sen, veç dhe i gjyst i kom që do me thonë videot edhe e lash. Thash, këtë fush, po dërzona pjala Ryvës,